5 persona janë identifikuar deri më tani nga policia që kanë marrë pjesë në vrasjen e 29-vjeçarit Ermir Dedja në Durrës, por ende nuk dihet se kush janë autorët që kanë qelluar për vdekjen e riun. Në prangat e policisë kanë përfunduar Erion Doni dhe Klodian Berisha, teksa është shpallur në kërkim Giuliano Dyrmishi. Sipas policisë së qytetit bregdetar, mësohet se personat e arrestuar kanë kontrabanduar në Shqipëri automjetin që u përdor nga autorët e vrasjes dhe një tjetër automjet që dyshohet se do të përdorej për një ngjarje tjetër kriminale, i cili është sekuestruar. Janë vënë në pranga Erion Doni, banues në fshatin Shkallnur, dhe Klodian Berisha, banues në Durrës, për veprën penale të kontrabandës me mallra të tjerë, dhe është shpallur në kërkim Giuliano Dyrmishi, banues në Durrës, për veprën penale të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, si dhe kontrabandë të mallrave të tjerë. Nga hetimet rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kontrabanduar në Shqipëri 2 automjete të tipit Seat, njëri prej të cilëve është shitur dhe më pas është përdorur gjatë vrasjes së shtetasit Ermir Dedja. Shërbimet e policisë kanë bërë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin e cilësinë e provës materiale të automjetit tjetër të tipit Seat, i cili ishte kontrabanduar me qëllim që do të përdorej për një ngjarje tjetër kriminale. Në kuadër të hetimeve, 2 ditë pas ngjarjes, policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim shtetasin shqiptare N 44 vjeç, banues në fshatin Rushbull, dhe marokenin MD 46 vjeç për veprat penale të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen dhe trafikimi mjeteve motorike. Të 3 personat e shpallur në kërkim rezultojnë jashtë vendit. Ngjarja për të cilën janë identifikuar 5 persona ka ndodhur më 21 maj në lagjen numër 18 të qytetit të Durrësit, ku është filluar me armëzjarri nga një makineci 29-vjeçari Ermir Dedja. Ky i fundit nuk është një emër i panjohur për policinë e shtetit, pasi ai rezulton person me precedent penal. 2 janë pistat që po hetohen për zbardhjen e vrasjes së Ermir Dedjas në Durrës, ajo e konfliktit për prishje pazare droge dhe larje e sapesh. Teksa është zbardhur dinamika e ngjarjes dhe janë identifikuar personat që kanë marrë pjesë në vrasje, policia ende nuk ka identifikuar personat që kanë qelluar mbi të riun dhe ata që dyshohen se mund të kenë urdhëruar vrasjen, pasi sipas burimeve nga policia dhe grupi hetimor, dyshohet se vrasja e Dedjes ka qenë me pagesë.